Mirë dita mi të YouTube-it. Ja dhe kompleti I radhës mbaroj. Edhe kjo ishte një porosi. Ju uroj të kaloni një ditë sa më të bukur. Në këto ditë shumë të nxehta. Ky është një komplet dhome. Janë 2 të vogla, edhe kjo e madhja. Këto mund t'i bëni me formë rombi të voglat, mund t'i bëni edhe kështu si 6 këndçe. 6 në ansor dhe 1 në mes 7. Në të dyja dalin shumë të bukura. Se si është bërë ky modeli, unë e kam shpjeguar në videot e mëparshme. Është një model I thjeshtë, punohet kollaj. Kjo e madhja është punuar me, janë bërë 5 rrota në mes, 1, 2, 3, 4, 5, ka ardhur duke u zogluar 5, 4, 3, 2, 1. Ky modeli për të gjithë ata që duhet ta bëjnë, ja përsëris edhe një herë. Ka filluar këtu, zinxhiri I mesit është bërë me 9, janë bërë 12 kutia, çdo kuti ka nga 4 mbushje, janë bërë 12 kutia pa lak, këto zinxhirë këtu janë bërë me nga 6, pastaj janë bërë 2 mbushje, me nga një hark në një vend, janë bërë 3 mbushje dhe janë nxjerrë me një herë, kam bërë harku me 5, kam bërë 3 mbushje prapë me një herë dhe ato janë nxjerrë të 3 për një herë, kam bërë harkun prapë me nga 6. Bëhen 2 rjeshta, 3 rjeshta me nga 5 harqet dhe pastaj fillon kjo mbushja këtu. Mbushjet këtu janë bërë me nga 7 dhe 2 zinxhir në mes. Është një model shumë I thjeshtë, është një model për fillestarët. Është shumë I kollajshëm. Këto mund t'i përdorësh për tavolinat e mëdha për 2000 lekshet, siç janë që më përpara, ose siç janë tash tavolinat e mëdha të bukës. Mund ta bëni të madhe sa të doni. Këtu në mes mund ta bëni edhe me 6 dhe me 7. Unë këtë kam bërë me 6, po shikoj që edhe për tavolinë e bukës që nga qik e mire bukur që ka dhe për këtë. Ma e që sa është bërë kjo. Kjo është bërë me fije numër 30, për të gjitha ata që janë në Shqipëri. Ndërsa pra ato që janë në Itali, është bërë me fije 12. Është një fije që punohet shumë kollaj dhe nuk të lodh. Sidomos për mosha tona që jemi çik mosha e tretë neve, kjo fija është më së mjaftueshme për të punuar me grep. E kam punuar me grep 1,75. Ka një sekond ta shikoj çik. Është me numër 1,25. Këto grepat, ky model grepi, këto janë shumë të mira për të punuar me grep. Jo si puna tyre që janë kështu alumin, po edhe aluminë të mirë janë, por këto janë më se shumë të mirë për të punuar. Për fijen 30, ky grepi është shumë I mirë. Ka dhe grepa të tjerë, jo janë alumin, jo janë kauçuqe, por unë me këto punoj më mirë, këto më pëlqejnë se varet edhe mbas pëlqimit se si mund të punoni. Unë ju falenderoj shumë që ju ndihni videot e mia. Miru dëgjofshim në video të tjera me modele të tjera më të bukura.